Deputetja nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Adriana Matoshi dhe kryetari i komunës së Skënderajt nga PDK-ja Sami Lushtaku, tash e disa ditë janë duke debatuar nga largësia me njëri tjetrin. Ka qenë Lushtaku ai i cili fillimisht ka eskaluar me gjuhën e përdorur ndaj deputetes së lëvizjes vetëvendosje, duke thënë se niveli i saj nuk është i një deputeteje që ka përgjegjësi për fjalën që e flet. Ajo është niveli i saj, sikur del prej një shtëpie publike, jo si një deputete që ka përgjegjësi për fjalën që flet me qytetarët, deklaroi Lushtaku, e që për këtë gjë është kritikuar mjaft shumë. I minjëhershëm ka qenë reagimi i deputetes Matoshi, e cila përmes një shkrimi në Facebook ka shkruar se për të tregohet si shkruan, si luan në filma e shfaqje, si merr çmime gjithandej. Ndërsa sipas saj për Sami Lushtakun tregohet si ka bler toka gjatë luftës për tendera, mos deklarim pasurie, sharje e kërcënime. Njëherë çika tani djali, tash edhe baba pas ka dalë me u lajmëru. Sami, për mua tregojnë si shkruaj, si luajnë në filma e shfaqje, si marr çmime anë mban botës, si me punën dhe djersën time kujdesen për dy prindrit dhe fëmijët. E për ty Sami, krejt e dim, për ty tregojnë se si ke bler toka gjatë luftës, pastaj tregojnë Sami si ke bler toka pas luftës, me 50 euro ari, e na i ke shitur me 5.000, tregojnë si ke marr tendera, si nuk e deklaron pasurinë, si i ke share kërcënuar zyrtarët e shtetit, si argatët e tu kanë shërbyer edhe në Leposaviqe edhe në Skënderaj, s'di si po ke kohë me u marrë me mua. Ama edhe më shumë pyet se si je në burg, për kryetar komune, ti si je niveli im, as ke me qenë kur, sepse unë nuk kam qenë dhe nuk bie kur kaq poshtë në jetë, ka shkruar Matoshi. Kurse kryetari i Skënderajt nuk është penduar për gjuhën ndaj deputetes Matoshi, madje ka vazhduar edhe më rënd. Në një prononcim në Debat Plus, Lushtaku ka thënë se nuk i ka rënë pishman për fjalët e thëna. Unë i them Albin Kurtit që t'i lidhi këto kudra, tha Lushtaku, duke shtuar se tash e tutje do të reagojë ndaj çdo kujt që e përdor emrin e tij në deklarata. Ndërsa Matoshi nuk ka nguruar që të reagojë përsëri, ajo përmes rrjetit social Facebook i ka thënë Lushtakut se më mirë është të shkojë në prokurori për të kallëzuar tokën që nuk e ka deklaruar. O nuk e ka me mua Samia, ju i kanë dalë terminalet, ju i kanë dalë tenderat, e ka mujt Ramizi në Drenicë dhe e ka mujt Albini në Mitrovic, i kanë mundur burrat tash u kap me gra. Sami, nuk më tut mua, as nuk lidhen për kërpesh, siç i sheti gratë. Më mirë është me shku në prokurori me kallëzu për ato 7 ari tokë që si ke deklaru kur prej vitit 2001, e tash që nge bërë me 630.000 euro banesa. Problemi i Kosovës janë këto dallavere, Sami, jo gratë, ka shkruar Matoshi. Duke komentuar debatin Matoshi Lushtaku, analisti Nexhmedin Spahiu e konsideron këtë piknisje të një fushate të egër elektorale, por sipas tij Matoshi e ka siguruar mandatin e ardhshëm të deputetes. Po kjo mund të konsiderohet një piknisje e një fushate të egër elektorale. Besoj se Adriana e ka siguruar mandatin e ardhshëm me vota më shumë se Glauko Njufca, e ndoshta edhe më shumë se Albin Kurti, deklaron Spahiu për Bota Sot. Sipas tij, gjuha e ashpër ndikon në ashpërsimin e raporteve, po jo në rezultat. Ai shton se tashmë programet nuk i beson apo dëgjon dikush. Gjuha e ashpërsuar ndikon në ashpërsim të raporteve mes partive, por jo në rezultat. Programet nuk i beson kush, madje as nuk dëgjon kush, e aq më pak i lexon, shton analisti. Ndaj gjuhës së Sami Lushtaku ndërkohë ka pasur reagime nga lëvizja vetëvendosje, por edhe reagime të tjera. Misioni i OSBE-s në Kosovë ka reaguar me shqetësim për përdorimin e gjuhës, siç e ka quajtur degraduese dhe seksiste, të drejtuar ndaj grave politikane në Kosovë. Sipas këtij misioni, një retorikë e tillë minon përpjekjet për të parandaluar dhunën ndaj grave në politikë dhe është në kundërshtim me standardet ndërkombëtare që promovojnë pjesëmarrje të barabartë dhe diskurs publik me respekt.